Për të referuar asaj se çka ndodhi në ato momente pas fjalës së Berishës, disa protestues hodhën fishek zjarre drejt godinës së kryeministrisë, në fakt duke përsëritur një skenar të mëparshëm të tubimeve të opozitës. Nga ana tjetër, policia është përgjigjur me gaz lotësjellës, ndërsa një numër i lartë efektivësh ka hyrë në mesin e turmës dhe ka shoqëruar protestuesit, një pjesë e cilëve ne pam të fokusuar edhe në kamera. Protesta nisi në orën 19, ne kemi nisur transmetimet e drejt për drejta me raportimet gazetarëve përpara kësaj ore, duke u munduar të japim më tepër detaje se çfarë skenari do të kishte sot kjo protest, për cilin nuk është se flitej apo zbardhej më parë nga ana e organizatorëve, gjithmonë lihet momentin e fundit për të parë se si do të shkohet. Sulm të organizuar e quajti nënkryetari i Partisë Demokratike Luciano Boçi, atë që ndodhi pak më parë me protestuesit, pra përdorimi menjëhershëm i gazit lotësjellës dhe i shkopinjve të gomës. Partia Demokratike është shprehur se në mes të protestuesve kishte afër fëmijë, ndërkohë një efektiv i policisë është transportuar tek spitali i traumës sepse ka djegje dhe lëndime, apo mirë të themi plag në kokë. Vijohet të shkohet për tek parlamenti. Do të shohim se si do të vijojë situata aty, nëse do të ketë përsëri një tensionim apo do të ketë një situatë të qetë. Ndërkohë do të presim për të lidhur edhe me gazetarët tanë, të cilët janë vendosur në pika të ndryshme me operatorët e tyre, për të na dhënë më tepër detaje. Tek xhamia po kalohet tani, pra shumë afër parlamentit. Janë disa persona të lënduar, theksuar, dhe i janë drejtuar spitalit të transportuar me ambulancë. Një pjesë e mirë e protestuesve janë zhvendosur tashmë, ka një ndalim, le të themi, apo një duke pritur pra të vinë edhe protestuesit e tjerë. Kam Osman Stafun në lidhje të drejtë. Osman, përshëndes, cila është situata? Atëre, në sida jemi tek kryqëzimi i rrugës Elbasanit, në afërsi xhamisë Namazgjas, rruga që të çon tek Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, por që nuk policia ka vendosur një barikadë këtu, është zoti Noka që pasi mori veten, është vendosur në krye të protestuesve dhe shoqërohet nga deputetët e tjerë. Teviz Balliu, Samir Korreshi, arrit të shikoj tani, madje ka filluar të shtyhen punojësit e policisë dhe protestuesit. Pra kemi përsëri një tensionim të situatës. Ka përsëri një tensionim të situatës, teksa kërkojnë protestuesit për të shkuar tek Kuvendi i Republikës së Shqipërisë sipas udhëzimit që u dha, por që policia e shtetit ka vendosur një barikadë tek rruga Elbasani për të mos lejuar avancimin më tej të protestuesve. Dhe ka përplasje mes deputetëve protestuesve të Partisë Demokratike me punojësit e policisë, të cilët janë duke vazhduar të qëndrojnë në barikadë. Po e shohim këtë moment. Ndërkohë, Osman, është shoqëruar zoti Boçi për në spital? Po zoti Boçi është transportuar për në spital së bashku me Aulon Kalan dhe një tjetër person, një protestues. Ka përplasje të fortë. Ka përplasje të forta, madje tashmë. Po, ja tek shohim edhe përdorimin e ujit. Ka shpërndarë dhe ujë për të shpërndarë protestuesit. Pra është kjo protesta e cila është duke vjuar tashmë ka
pra bën shpërndarjen e protestuesve, teksa protestuesit në krye deputetët e Partisë Demokratike arritën të çanin kordonin. Pra ishte momenti ku përsëri nëse arrita ta shquaj tamam ishte Noka dhe Balliu afër me policinë dhe protestues tjerë që përplaseshin, po Noka, Balliu, Albati, të cilët kam arritur të shoh, madje është hedhur spray lotësielës edhe në Lëviz Balliu, i cili është sprapsur, ndërkohë që vijojnë protestuesit, të cilët tashmë nuk kanë ndryshe Po, Osman kujdes sepse ndoshta duhet të spostohesh, po shpërndahet uji, kështu që ndoshta është momenti për t'u larguar pak, e kërkoj linjën përsëri për të vijuar në raportimin e drejt për drejt. Jam Osman Staf, nderuar shikues. Shikoni pra Flamur Nokën, Albatin, Balliun, të cilët kanë patur një përplasje me policinë me njerë, kanë reaguar duke shpërndar ujë, e përjedhoi është shpërndar edhe turma që ishte aty. Do të shohim nëse do të ketë përsëri një afrim. Është hera e dytë kjo që Noka ka këtë përballje. Shohim një tjetër shoqërim. Policia janë dy efektiv të policisë që ndihen keq në fakt. U duk si shoqërim, por janë policë sepse edhe vetë nga forcat e policisë efektivet ka patur situata ku janë ndier keq, një prej cilëve është shoqëruar për tek trauma, madje në plagë në kokë. Nuk e di nëse është i mundur përsëri Osmani për të raportuar apo po, Osman të kam përsëri? Atëherë nisida. Po. Atëherë ka përsëri tentativa të protestuesve për të çarë kordonin, madje ka debate për shkak të sprajtit, lotësielës që është hedhur në drejtim të protestuesve. Dhe kjo ka sjellur përplasje pra të vazhdueshme të palëve, janë deputetët e Partisë Demokratike, disa prej tyre të cilët ende qëndrojnë përballë vojësve policisë për të çarë kordonin dhe për të vijuar protestën e tyre tek parlamenti, por që nuk lejohen. Pra ishte autoboti i Osman, e kuptoj që është e vështirë, të lutem mbaj mikrofonin afër në mënyrë që të dëgjohesh më mirë, por si ta shohësh situatën për të qenë sa më okej për ty. Çfarë kishte ndryshe te kjo protestë? Po, nëse dëgjohem ajo çfarë bie në sy nisida në këtë protestë është ndërhyrja e menjëhershme që bëri policia e shtetit në momentin kur protestuesit filluan të hedhin molotov në drejtim të kryeministrisë. Pra, nga të tre drejtime të ndryshme, policia e shtetit ndërhyri me shkupa gome, madje duke bërë shoqërime të menjëhershme të vetëm një moment Osman, të ndjekim pak të debat, tani të lutem qëndro në linjë. Muove tjetër. Prima të mbrejtë, du po foto. Nuk kina afri të vena, shoh ku i thënë se du një tuj. Ko jemi ne? A ke turme që po foto, ku të rru trapi se ku të shoh foto tjerë? Ha? Se që jam du vjetë. Policia krimi! Policia krimi! Policia krimi! Bon, keni që në kërës të në 5 vetë. I ndërnon. O maskarën! O kriminella! Kujdes mos gjurë me bura të që